Prurjet e lumit Vjosa kanë shënuar rënje gjatë orëve të vona të sejntes. Mëngjesin e kësaj të premteje niveli i ujit ka pësuar ulje dhe në pikën e matjes të ura e Mifolit ka arritur në 8.4 metra, duke bërë që uji të rriqet gradualisht nga zonat e përmbytura. Si kundërpondishti nga pamjet në ekran të filmuara nga televizioni 6+1 Vlora, para ditën e kësaj të premteje, në urën e Mifolit, uji është tërhequr nga ura e vjetër, e cila të enjte në pasdite u mbulua thuajse plotësisht. Orët e fundit Vjosa kanë nxjerrë në breg mbeturina të shumta, kryesisht plastike, të cilat përfundojnë më pas në rrjetin e kanalizimeve dhe tashmë natyra i ka kthyer në lumin Vjos. Ato kanë përfunduar në urën e vjetër, por edhe në zonën e basenit të Vjosës. Banorët duket se këtë të premte janë më të qetë, ndërsa interesohen shpesh për situatën dhe nivelin në lumin Vjos. Lumi i 2005, po thuaj se 2005 baras me 2005 ka qenë si vetaj. Keni dëmtime? Neve këte në të lagjen këte, jo. Jo, këte nga ne nuk hyri si vjetë, se pengoj kjo rrugica. Bregorja që ka mbushur aty. Si vjetë shpëtuam këte nga kjo kraute, po mori andeja nga kraut tjetër. Po tani ka ardhur për të parë situatën? Si duket? Ka rënë? Mendoj do bjerë. Lumi i Vjos solli një situatë problematike gjatë ditëve të fundit, madje më të ngarkuar se nëntori, ku doli për herë të fundit. Megjithatë situata këtë të premte ka qenë më e qetë, ndërsa lumi thuajse po të rriqet gradualisht, megjithse niveli i tij vazhdon të mbetet i lartë, ndërsa në orët e fundit pritet që të ketë edhe rënje të mëtejshme.